Jo, se kryve, po megjithatë ti tash punësh me apo shefin vetës, po unë tash përgjigjen. A mund solidarizoheni me neve punëtorët e RTK-s mos t'i merrni asju paga derisa të binden subjekte tjera politike? Ta te i kalojnë bashkë këtë sfidë. Po, veç që ta shpjegoj. Unë po duhet edhe ti me mor pagën. Nuk kupton, nuk është Edhe unë po du. Po. E tash edhe unë njëjtën kohë kur kam firmë lidhjen e kryesisë, unë kam kërkuar të nesërmë, më u themelu, më mojt seanca e zakonshme, më miratu raportet dhe mes përpora. E qartë, por bojkotoni pagat bashkë me neve derisa subjektet politike të pajtuan dhe të kemi pagat bashkërisht. Po analogjia jote ka arsye nëse unë tham më ta bojkotu dhe tonën. Po desa unë kërkoj me morë ti për kërkon mësë me morone. S'ko lidhje kjo me pagën, s'ko lidhje me ecurin edhe njerëzve deputet që kanë mandat funksional për me miratu raportin a me morë pagat që të punëtor të RTK-s. Për këtë derisa s'ke dhe ti pak do ma kuptosh dhimbjen time që nuk kam me çka fëmijët tim, si na vetë ushqys ti ushqerit. Pajtohem plotësisht. Po ajo ndoshta do të vlejte për secilin deputet që ka mandat edhe po refuzon me votu raportin. Ajo do të vlente vetë për deputet që po refuzojnë. Përgjigja unë e sri pa pak, faleminderit, unë e kryva. Jo, se kryve, po megjithatë ti tash punësh me apo shefin vetës, po unë tash përgjigjen. Gjithë deputetët që refuzojnë me votu për miratimin e raportit, ata duhet të thjeten arsye, se s'ka asnjë arsye. Kemi kuvend të konstituar, raporti është duke pritur edhe do më mira.